Të dashur, se mu pëlqej shumë intervista dhe biseda, për juve si avokate, çka kemi këshillu, domethënë çiftet tona që po ndohen shumë fatkeqësisht, por edhe rinin tonë, domethënë që ka shumë fenomene shqetësuese që sonte pak a shumë i prekun. Mendoj që gjëja më e rëndësishme që një njeri duhet bëj për veten e tij është të shkollohet, jo domosdoshmërisht me një fakultet, me një diplomë të universitetit, ndoshta edhe me një shkollë profesionale, por të ketë një aftësi të tillën për të fituar të mirat materiale. Kjo është, mendoj, çelësi për të zgjidhur pastaj ose për të shmangur shumë probleme tjera. Sikur je në një martesë, mbi të gjitha për gratë, nuk duhet hyrë në një martesë pa qenë të afta që veshmbathjen, ushqimin edhe një strembi kokë ta sigurojnë vetë. Pastaj pak rëndësi ka se sa të mira mund të ketë bashorti dhe sigurisht janë të familjes. Por gruaja duhet jetë e zonja vetes për këto gjërat elementare. Dhe kështu edhe nëse rri në një martesë, duhet rri për hir dashurisë dhe për hir të interesit që nuk ka ku të shkojë. Ky është çelësi që të shpëtojnë shumë martesa në vazhdimsi. Ndërsa për të rinjt në përgjithësi vlen kjo dhe për ta, sepse një njerëz që shkolluar dhe punon edhe nxjerr të ardhurat e tij, pastaj është larg krimit, sepse është duke ndjekur profesionin edhe ëndrat, edhe duke qëndruar larg krimit jemi le ta quaj në një jetë të drejtë, sa të na lënë këta që përmendëm politikanët që korruptohen. Po, për politikanët, a kina mesazh? Po sigurisht unë jam për... Me rrejt ma pak, me gënjim ma pak. Me rrejt as pak. Duhet jetë ideale. Për sa kohë ne veti votojmë edhe i vëmë në krye, ata duhet kujdesen ata për mirëqenien tonë dhe jo ne të kujdesemi çfarë mesazhesh do japim. Nëse kishim mbyllë emisionin sonte me ndaj, domethënë fjali, ndaj poezi të librës tonë, cila kishte më qenë? Nga libra tua, të kujtohet diçka? Për dashurinë ose kështu diçka ndaj varg, që më mbyll me vargjet tua, jo të mijat. Një varg thjesht. Jo, unë kam një që e kam të le ta quaj të shenjtë, pavarësisht se e kam bërë vetë nuk e di tani se kam disa që duhet i... Mu më pëlqen një që thova më herët, që thova unë e dashuroj dashurinë, e ke shkruar këto në libra ajo? Kjo është poezi, është shumë e gjatë. Por ajo që e kam edhe motiv të vetës, domethënë edhe që a them njerëzve, them që mos lejoni askënd në tokë t'ju nxjë qiellin që keni mbi kokë. Bravo, thonje fantastike. Unë falenderoj shumë që ishe sonte, uroj hera tjera më po edhe pse ju me ndaj debat. Faleminderit. Sonte me që je, domethënë prezantim të parë në emisionin tim, nuk po ta qef, nuk preferova debat. Nuk po shumë. Po, falenderit shumë. Faleminderit. Respekte, falenderit shumë Deja. Faleminderit. Me neve sonte Deja Tuçi, avokate dhe shkrimtare, falenderit shumë që na ndjeket, natën e mirë, ka qite për sonte, shihemi javë tjera sigurisht.